Në Durrës, si dhe pjesën më të madhe të vendit, çmimet e frutaperimeve kanë njohur rritje të ndjeshme gjatë vitit të fundit, duke e bërë të vështirë për familjet me të ardhurat të ulta për ballimin e shpenzimeve për ushqim. Sipas raportimeve të fundit, çmimet e frutaperimeve janë rritur ndjeshëm në disa qytete të vendit. Në Tiranë e Durrës, gati të gjitha produktet e shportës së përditshme që nga frutat e perimet kanë pësuar rritje. Faktor për këtë rritje në çmim është rënja e prodhimit vendas, sidomos gjatë kësaj periudhe ku prodhimet duhet të ishin më të shumta në treg. Kjo ka sjellë një rritje të çmimeve të frutaperimeve, pasi prodhimi ka rënë dhe kostot e prodhimit janë rritur. Për familjet me të ardhurat të ulta, këto çmime janë të papërballueshme. Pensionistët shprehen se me pensionin e tyre nuk mund të përballojnë shpenzimet për ushqim, pasi çmimet janë shumë të larta. Ata ankohen se prodhimi vendas shkon për eksport, ndërsa në tregjet tona shiten fruta dhe perime që vinë nga Turqia e Maqedonia.